Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me hënën e plotë që është në 1 maj në shenjën e akrepit. Para se të filloj këtë zhvillim të videos, bëhet fjalë se si ju të veproni me këtë hënë të plotë dhe do të ndaj në 2 pjesë. Pjesën e parë si ndikon energjia e akrepit tek ne dhe pjesën e dytë po ashtu në lidhje me zonën që është në numër 8 dhe është zona e seksit dhe e financave të përbashkëta. Para se të filloj, ju lutem mbani këtë mantër e cila ju ofron, ju ndihmon për të që të hapur në univers që ju jeni gati dhe ajo mantra që është unë lë të shkoj të kaluarën time dhe e zhvilloj atë. Mësoni që shenja e akrepit ka të bëjë shumë me intensitetin dhe me emocionet tona në thellësi, në brendësi. Pse? Sepse akrepi njihet që është mistik, udhëhiqet nga planeti Pluto, që është për vdekjen, jo vdekjen tonë, pra si trup fizik, por vdekjen në lidhje me çdo gjë që ne nuk na shërben, të krijuar jo vetëm nga sekretet tona, por edhe të marra nga pra shpirti është i përjetshëm dhe në përjetësi, pra në lidhje me fisin ton, pra gjyshër e tjera, pra në lidhje me traditat, në lidhje me besimet kufizuese, në lidhje me kulturën, ose edhe me fejt, ashtu sikurse edhe me edukimin, vendin e të tjera. Por edhe në lidhje me sekretet tona, është që ka të bëjë shumë që zhytësi i shpirtit dhe në këtë rast është që nuk i shmanget, pra hynë në thellësi, nuk shmanget, doni apo nuk doni, ne jemi të detyruar dhe ju e dini tash që ne planeti Pluto është për 20 vjet me radhë në shenjën e ujorit dhe në datë 6 maj është që do të kthehet për 6 muaj. Pra do të kthehet e kthimi po në shenjën e ujorit, por kthimi ka të bëjë që është planeti është që nuk kthehet, por lëviz me ngadalë dhe në këtë rast na bën ne që të hyjmë akoma më thellë me veten tonë, ku një ndikim tjetër është që në nesër, pra në 26 të prillit është që shkonde shenja e ujorit, pra në këtë rast përfaqëson fuqinë hyjnore krijuese Zotin universin, është që kalon në shenjën e binjakut dhe ne që të gjithë kemi binjakun. Dhe kush është binjaku? Është kjo zemër, është ky shpirt, është kjo që ne në fund të fundit ne kemi mendjen tonë që përfaqëson energjinë maskullore. Dhe në këtë rast është që ne komunikojmë, por kemi dhe shpirtin tonë që është energjia femërore që përfaqëson pra shpirtin dhe kjo energji është krijuese, por në këtë duke qenë se planeti Pluto është, pra do të mbas kësaj hëne në 6 maj do të kthehet do të jetë i ngadalshëm, pra në kthim është që ne do të transformojmë çdo gjë që kemi akoma në brendësi të trupit ton, apo në jetë në lidhje në mendjen ton, dhe është që akrepi na ndihmon, gërmon, është zbulon, eksploron dhe e gjitha bëhet që ne të shikojmë, pra na fton të shikojmë plagët e vjetra, të shikojmë gjërat që ne kemi krijuar vetë, pra hijet, sekretet që kemi krijuar vetë, për veten tonë, pra, por dhe për jetën, ashtu sikurse edhe na duke hyrë në thellësi, na zbulon dhe dëshirat e fshehura, ndërkohë duke qenë se është planeti Pluto, është pra shenjë që na ndihmon ne që të transformojmë, është për ligjin e vazhdueshëm të
energjisë të ndryshimit, që do të thotë energjia nuk është se shkatrohet, çfarë do lloj që ne kaluam është atje, është jeta jonë. Ajo na solli këtu ku jemi dhe tani ne do ta lëm, pra jemi në këtë shekull, pra ne do të lëm çdo gjë që nuk na shërben nga e kaluar, pra do ta lëm atje, nuk na intereson më, dhe kjo është që të gjithë ne jo vetëm nga ana kolektive, por edhe nga ana individuale, është që ne do të lëshojmë pra çdo gjë që nuk na shërben më, dhe kjo hën e plot si çdo shenjë, por që është edhe akrepit, kërkon që të gjithë ne o gjithçka o asgjë. Pra ne nuk mund të ndërtojmë, pra të vazhdojmë të jetojmë dhe të ecim përpara duke qëndruar në bazën e gjërave të vjetrave që nuk funksionojnë në këtë kohë, qofshin në lidhje me kulturën, me traditat, me besimet kufizuese që kemi krijuar vetë, me sekretet tona hijet, apo ndërkohë edhe me pjesë të lidhje me fetë. Unë ju kam thënë, unë nuk kam gjë, ne besoni ku të doni, por është e një anshme, është nga ana mendore, ashtu sikur se flet dhe psikologjia, pra është një anshme, është akoma duke vepruar vetëm me një anshmëri, ndërkohë që kërkohet ekuilibër midis kokës dhe shpirtit, është zemrës tonë, midis energjisë mashkullore, mendja dhe energjisë femërore shpirtit, ashtu sikur se troç në këtë mrekulli që ne jetojmë, ne kemi qiellin që është mençuria, po kemi edhe tokën që është pjelloshmëria, ose ndryshe është që gjatë ditës ne veprojmë, sepse është vazhdimi i jetesës, dhe ndërsa gjatë natës ne atë energji që ne e kemi harxuar gjatë ditës do ta rikuperojmë duke qetësuar shpirtin në gjumë, pra hëna me diellin, po ashtu shkojnë dorë më dorë. Mësoni që të gjithë ne akrepi na ndihmon që ne të zbulojmë hijet tona, dhe gjitha që bëhet, duke qenë se Pluto është i vdekjes i transformimit të energjisë, pra për të edhe ndërkohë për rilindjen tonë, është që nuk është se do të na bëjë ne të na zvogloj apo të na lëndoj, por është që ne të arrim në vetëm në sinqeritetin tonë, në vërtetësinë e jetës tonë. Dhe tani unë do të hyj në pjesën e parë se si ndikon pra energjia e akrepit. Sigurisht që është elementi ujit, dhe në këtë rast ndikon shumë në shenjën e gafores, në shenjën e akrepit dhe ashtu edhe të peshve, sepse është elementi ujit. Dhe duke qenë elementi ujit, ka të bëjë me emocionet tona, ka të bëjë që ne do të hyjmë në thellësi, pra edhe me mençurinë tonë të brendshme, me intuitën tonë, dhe ndërkohë dhe me pavet të dijen tonë. Ashtu sikur se ndikon në shenjën e tokës, që është Demi, është Virgjëresha dhe Bricjapi, dhe në këtë rast kjo pra është elementi tokës, dhe ka të bëjë me ne jemi këtu në këtë tokë është jeta, dhe është pra kërkohet që ne të jemi në dy këmbët tona, kërkon që të jemi në stabilitet, në strukturë, dhe është lidhje bota fizike dhe materjes. Gjithsesi, këto ndikojnë më shumë që do të ndjejnë në këto shenja, por të jeni të sigurt që ndikon tek të gjithë shenjat, sepse ne do t'i kalojmë që të 12 anat, e kemi lidhjen, është lidhja, nuk mundemi të jemi çdo gjë ka pra ndër lidhje, gjithçka si në qiell si në tokë, çdo gjë që ekziston në tokë është që kemi ndërlidhje me njëri tjetrin. Ndërkohë kjo energji është e fuqishme, dhe ajo që duhet të pranoni janë 3 shenja që janë me të vërtetë që kanë rëndësi sapo kaluam hënën e re në dash.
Dhe dashi thot, unë jam, dhe në këtë rast është ajo që ne kemi vlerë dhe si e paraqitim ne veten në këtë tokë, por dhe si na shikojnë të tjerat. Ndërkohë është akrepi i cili ju po e gjoni tani në këtë video që është me të vërtet zhytësi shpirtit me qëllim që të arrim në vërtetësinë e vërtet të jetës, pra për transformimin e energjisë, çfarë kaloi do ta lëm atje, vetëm ne do të nxjerrim mësimet për ato se çfarë ka kaluar, pra ato efekte që ne kemi kaluar, për të zgjidhur përse jemi ndjerë si jemi ndjerë në jetën e parë, dhe tani me shpirtin, çfarë na sjell shpirti, ne nuk se energjia shkatërrohet. Zemërimi është dhe do të jetë, inati është dhe do të jetë, por është një gjë, jeni të sigurt, sepse është ligji i dualitetit, por jeni të sigurt që ne do t'i transformojmë këto gjëra me qëllim që të mos ndikojnë tek ne, pra të njihemi, t'i lejojmë, t'i shikojmë, t'i njohim dhe t'i pranojmë, dhe unë bëra një video para kësaj që është në lidhje me hijet, dhe ka lidhje se çdo gjë, energjia tërheq energjinë, dhe çdo gjë që vjen në videot e mia ka lidhje çdo. Ndërkohë të kuptoni që është dhe shenja e luanit që ka ndikim tek ne, dhe luani thot unë dua, dhe në këtë rast ka të bëj shumë. Luani është me të vërtet krijues, i shërben asaj grupit të tij, njerëzve të tij, pra është që i shërben, dhe një kujdes që duhet është që kur është tërësisht i lidhur në armoni me mendjen dhe me shpirtin, është me të vërtet që ndihmon në, pra si udhëheqës, ndihmon në lidhjen e komunitetit të tij, dhe në këtë rast në lidhje me mësimet e vërtetësisë së jetës nga burimi krijues Zoti në universi, por kjo kur është me të vërtet në armoni, jo vetëm me energjinë maskullore, femërore, por dhe në lidhje me zemrën. Dhe të jeni të sigurt që kjo ka të bëj me humanizmin, pra një qenie humane, altruiste, që ndihmojnë me zemër të hapur, me zemrën hyjnore, sepse një gjë që ka pra shenja e luanit është që është pak në lidhje me egon, pra në atë që është krenar. Dhe këtë e shqipni në udhëheqje që ndodh që në çdo sistem. Pra janë njerëzit në thonjza që janë të zgjuar, por janë përsëri në ngjashmëri. Prandaj e vura teksin që luani është ka të bëjë me atë që ku ne jemi në veten tonë është ligji i shkakut dhe pasojës. Pra në këtë rast, duke qenë se ne jemi në këtë, nuk do zgjas shumë, po jemi në shenjën e akrepit, atëre mbani shënim dhe jini të vëmendshëm kur të vi edhe ana e plot në luan, ashtu si kurse edhe anat e reja, sepse anat e reja janë që ne edhim parën për atë që duam, dhe anat e plota janë që na sjell në sipërfaqe për të lëshuar çdo gjë që nuk na shërben. Dhe në këtë rast i filloni uluni me energjinë e akrepit dhe bëni këto pyetje. E para, a jam sjell me xhelozi, me hakmarrje, me dyshim, ose ndryshe në mënyrë të papërshtatshme? Kthejni përgjigje me qetësi, keni kohë gjatë gjithë muajit, pra lidhuni me vete, dhe kjo ju bën që të njiheni në lidhje me xhelozin, me hakmarrjen, apo edhe me dyshimet që ju keni. Ndërkohë, a kam jetuar shumë me frikë
apo në gëzim, pra si keni jetuar një jetë, kudo në çdo aspekt të jetës, mund të kesh një marrëdhënie që jenë sigurt, pra kuptohesh, po kujdes me vendin e punës, kujdes ndoshta me sëmundjen, pra a jeni duke jetuar me frikë, se sa me gëzim, me ndeshmëri, me vërtetësi. E treta, a kam qenë i zymt, a kam qenë i errët dhe veçanërisht i përqendruar në energji të ulta. E katërta, a kam qenë mizor, a kam qenë dinak. Dhe e pesta, a kam pasur seksin që më duheshe për të ndjerë mirë. Mësoni që kjo është një energji për të cilën afton që të gjithë edhe në lidhje me seksin. Si jeni në marrëdhëniet tuaja, si ndjeni me veten tuaj, dhe jeni të vëmendshëm, kjo shenjë është që ka të bëjë shumë në lidhje me të vërtet me seksin. Mësoni që energjia e kësaj praja krepit kërkon që ne të arrijmë në ekuilibër midis përpunimit dhe përqendrimit në thellësi, pra, dhe shënim me kënaqësinë dhe mbeluese. Pse? Se shumë nga ju ndoshta pra jeni lidhur me shpirtin, ju nuk shkëputen nga shpirti, por çfarë ndodh? Ndjeni mirë dhe bini në zonën e rehatisë. Por shpirti, të dini një gjë, shpirti kërkon rritje, zhvillim. Ju nuk do të shkëputen, ju jeni lidhur me shpirtin, por në qoftë se ju nuk vazhdoni higjienën e shpirtit ashtu si higjienën e trupit, herët vonë ju do të ndjeni që diçka nuk shkon. Prandaj është energjia që ju fton ju të jeni të vëmendshëm në lidhje me përqendrimin në thellësi, pra çfarë ju sjell, jetoni në momentin prezent, çfarë ju sjell shpirti tani, pra kudo që jeni në momentin prezent, çfarë iku, nuk do ta gjykojmë, nuk mund ta ndryshojmë. E thjesht nëse ke patur inat, nëse ke patur zemërim, është atje, lëre në tokën mëm atje, tani, çfarë do të bësh tani? Por arrihet jo në zonë të rehatisë, zona e rehatisë, pra kënaqësia e kuptimit dembelizmit, pra zona e rehatisë është që okay që ndjehet mirë për të gjithë, pra rri rehat, por kur nuk mund të arrini në zhvillim. Prandaj jeni të vëmendshëm. Ndërkohë të gjeni ekuilibrin në lidhje edhe me zonën e shtëpisë me numër 8, dhe në këtë rast është që ka të bëjë me seksin dhe me financat e përbashkëta. Pra këto dyja, po në pjesën e dytë, këto dyja bëhet fjalë që ju të jeni të vëmendshëm në lidhje me si jeni në marrëdhënien tuaj seksuale. Ndërkohë edhe në lidhje me vëmendje me financat e përbashkëta. Ndërkohë të kuptoni që e gjitha që është do të sjelli shpirti juaj, do t'ju sjelli emocione në lidhje me seksin tuaj, po ashtu edhe në lidhje me financat, dhe kjo është në nahën nafton ne për ekuilibrin, jeni të vëmendshëm, a jeni duke dhënë më tepër se sa jeni duke marrë. Pra është ligji i dhënies dhe i marrjes, dhe në qoftë se jeni që jepni më tepër ose merrni më tepër, të kuptoni që jeni në nuk jeni në në vijimin e rrjedhës së drejtë të ligjit natyral, pra të ecjes së rrjedhshmërisë të jetës, sepse ne edhe duhet të japim, por dhe duhet të marrim. Pra kjo është që ne jemi të jeni të vëmendshëm në qoftë se shkelni ligjin natyror,
pra të lidhjes së rrjedhshmërisë së jetës. Tjetër është që të kuptoni që të mësoni si mundeni që pra universi ka këtë bollok dhe e ka për të gjithë ne dhe si mund të na dhuroj universi pra bollokun për të cilën ne ndërrojmë dhe ne dëshirojmë në qoftë se ne i kundërshtojmë këto gjëra. Pra si ta kuptoni, në qoftë se ju keni një marrëdhënie për të cilën ju e kuptoni, mora marrëdhënien, ju e kuptoni që diçka nuk shkon mirë, dhe ju përsëri vazhdoni, ju nuk e pranoni, pra universi, po ju, kur them universi e shpirti jon, pse jemi të lidhur, ne jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën, pavarësisht se në këtë rast është zemra, pra e mbyllur, sidomos nga pare të dija që kemi krijuar, jo vetëm si fëmijë, por edhe nga karma e vjetër. Pra të njanshëm me mendjen, gjithsesi të kuptoni që në qoftë se ne i rezistojmë këtyre gjërave, ne nuk arrim të realizojmë ëndrat dhe dëshirat. Pra çdo gjë në këtë univers të bollshëm ekziston. E gjitha bëhet që ne nafton kjo në anë që ne të jemi të vëmendshëm edhe në lidhje me çështjet financiare të përbashkëta, në lidhje me borxhet, në lidhje me trashëgimin, në lidhje me detyrimet që kemi ndaj të tretëve se ne jetojmë, në lidhje me qeran apo shpenzimet dritë, ujë e tjera, pra janë lidhje tona, ndërkohë është po ashtu në lidhje me çështjet financiare edhe në parat, për këtë do të flasë më mbrapa, por tjetër është edhe jeni të vëmendshëm në lidhje si është jeta juaj seksuale. Një gjë që dëgjoj është që e ka mosha, pra vetë duke u moshuar, që është një besim i kufizuar, që është krijuar, pra e marrë me vete, dhe në këtë rast është mosha, gaboni, energjia nuk njeh mosh, por duke qenë se energjia jonë është shtitur, sepse japim ose marrim më shumë, varet si është, pra nuk jeni në rrjedhën e jetës, çfarë ndodh? Në qoftë se jep shumë, është me të vërtetë që energjia jote ka shkuar, po dhe kur merrni përsëri, si ta kuptoni, sado që njerëzit janë që kanë marrin, pra janë të pasur e të bërë, përsërisht në brendësi ka një pra ndjehet diçka që nuk shkon, dhe kjo është që nuk jemi në armoni në lidhje me dëgjimin e shpirtit tonë. Pra është ajo që zemra është jo tërësisht e mbyllur, sepse po t'ishte e mbyllur ne nuk do jetonim, por nuk arrin që të marrim, pra të kemi lirshëm energjinë në shtyllën tonë kurizore, 7 chakrat kryesore, patëm pastaj në zhvillimin e rritjes tuaj, ngjitjes tonë, që është qëllimi i jetës, sidomos në lidhje me ju që jeni lidhur me shpirtin, se që të gjithë jemi me një mision dhe me drejtim të jetës. Ndërkohë është që të gjithë kjohën, mesazhin në nënsan ju dërgon që të arrini të investoni energjinë tuaj, pra të investoni energjinë tuaj edhe në lidhje me anën tuaj seksuale, për të arritur në marrëdhëniet tuaj në kënaqësi, dhe të jeni të sigurt që kjo arrihet vetëm atëherë kur të jeni në fuqinë tuaj, pavarësisht se çfarë moshe keni, energjia nuk njeh mosh. Pra në qoftë se ju jeni në ekuilibrin e pastër të magjisë, bukurisë, ekuilibrit të gjithçkaje, të jeni të sigurt që ju e ndjeni, ju e kuptoni se ku jeni. Prandaj kjo e plot e akrepit ju fton të hyni me veten tuaj në thellësi me qëllim që të arrini të zbuloni, jo vetëm të lironi fëmijërinë tuaj të ershme, sepse kjo është që është krijuar dhe është në zorët tona të barkut, pra sidomos me hijet tona, por ne ndihmojmë nga planeti Pluto, ashtu sikurse edhe nga
vetë shekulli, që drejtohet nga planeti Uranit, pra Zoti Universi, edhe jo vetëm nga ana kolektive, por edhe individuale, vetëm atere ku ne jemi të hapur në univers. Pra askush nuk i preket liria, por jeni të sigurt, qëndroni të hapur, sepse ju që jeni me shpirtin, ju sigurisht që ndihmojni, por jeni të vëmendshëm. Prandaj janë hënat e reja dhe në këtë rast edhe akrepit. Tjetër është lërimi problemet në lidhje me çdo gjë që ju pengon. Pra që të gjithë e dini, çdo gjë që ju pengon edhe që ju shqetëson, ju streson, ju me të vërtet është që duhet të uleni dhe t'i lini pa gjykim, pa kritik. Mësoni që kjo pra planeti Pluton na ndihmon që të gjithëve, sepse është dhe numri 8 dhe nëse doni ta dini në numerologji numri 8 ka të bëjë edhe me karmën e vjetër dhe me bollokun ton. Pra ku ne të lirohemi nga çdo gjë dhe sidomos nga impulset e egos, sepse ego kritikon, ego është që gjykon e tjera, të kuptoni që ne ndihmohemi pra të shkëputemi nga identiteti për të cilën nuk ishim vetja jonë dhe duke hyrë në transformim dhe ky shenja e kripit na ndihmon, ne apasapi do të rilindim. Mësoni që është e vërtet që të gjithë e kemi këtë në shenjën në grafikun ton të lindjes, që të gjithë e kemi dhe është e frikshme. Unë nuk mund t'ju gënjej, është e frikshme, por të jeni të sigurt që kjo ndodh vetëm një herë në vit, prandaj në qoftë se ju shpirti juaj ju sjell, pra kërkon, ju sjell emocione edhe jeni në brendësi dhe ja u sjell, ju nuk keni pse rezistoni, pra çfarë ju vjen në trup. Prandaj s'djama përpara, nuk keni pse keni frikë, se frikën e bën mendja, pavarësisht se çfarë ndjeni në trupin tuaj, sepse është energjia që lëviz, mund të ndjeni në çdo pjesë të trupit dhimbje, sigurisht do t'i ndjeni, sepse në qoftë se ju jeni me shpirtin dhe vazhdoni ndiqni shpirtin, këto dhimbje janë ku është e bllokuar energjia dhe ne ndihmohemi jo vetëm nga karma e vjetër që ne ndihmohemi nga vetë planeti Pluto, nga vetë afatiko, por edhe vetë ne duke hyrë në brendësi, është ne arrim të pra kur ne jemi gati, ne do të arrim të lirojmë edhe nga sekretet që ne kemi krijuar dhe kjo është në qoftë se ju e pranoni, pra e vazhdoni të ndiqni, prandaj po ju jap se si të veproni, të jeni të sigurt që apasapi nuk keni pse gjykoni, nuk keni pse kritikoni, thjesht çdo ditë vëreni ku shpirti çfarë ju sjell. Atë që ju sjell është ajo që ka të bëjë me plagën tuaj, ka të bëjë me atë çfarë ju keni krijuar vetë, sepse hijet janë krijuar, frika se mos humbësh e zëm, nuk tregon të vërtetën në një marrëdhënie se mos humbësh marrëdhënien, pra ke frikë se braktisesh e tjera, mora këtë rast, ose frika e sëmundjes dhe sa më shumë frikë në sëmundje të kesh, aq më shumë të rreq këtë sëmundje, pra nuk e lë trupin që të bëj punën e tij, sepse ky trup është me të vërtet multidimensionar që na shëron, është veçërues dhe sigurisht elastik. Por, në qoftë se do të rrini në zonën e ratis, çfarë keni arritur, ashtu sikur se do unë, çfarë arritëm? Por një ditë që të gjithë ne do të bashkohemi me shpirtin, herët avon që të gjithë do të bashkohemi, por mos e lini t'ju shkoj jeta dëm, se është jetë e shkurtër. Prandaj, në qoftë se jeni në këto video, filloni veproni për çfarë ju shkruaj të uluni, mos gjykoni, mos kritikoni, thjesht mundësisht neutral, por ndërkohë bëuni të vetëdijshëm çfarë po ndodh me ju. Pra kjo është mrekullia. Vëmendje në momentin prezent, çfarë po ndodh pra tani në këtë moment. Kjo është bukuria, se nëse ti punon në këtë moment për atë që të sjell shpirti,
dhe për ta njohur dhe për ta pranuar me vërtetësi, edhe në qoftë se ndjehet e pakëndshme, sepse janë transformime, edhe pse ndjehen dhimbje, nuk është se do zvogloheni, nuk është se do lëndojeni, thjesht do të arrini në vërtetësinë tuaj. Lëreni energjinë të shkoj, të rrjedhi, që të bëhet jeta e mrekullueshme, sepse kur ju arrini në fuqinë tuaj, ju jeni në mrekulli të krijoni përreth vetes tuaj dhe po ashtu edhe në botë bukurinë e jetës. Pra jehonën e dashurisë pa kushte, jehonën e dëmshurisë, se e kemi që të gjithë, ne jemi komplet, ne jemi tërësisht të dashur, ne jemi si ne jemi, nuk kemi pse të jemi perfekt. Perfekcionizmin e kërkon ego, e kërkon ajo që na është dhënë, pra janë këto plagët e vjetra, janë këto kufizime që ne kemi nga roli i viktim, por tani ju keni informacion, thjesht njihuni, thjesht pranojni, thjesht shikoje, pra shikoje veten përballë tjetrit, si sillet me ty, sepse në fund të fundit, atë që shikon është edhe vetja jote. Pra shikoje tjetrin si sillet, mos harro sa ashtu sillesh dhe ti, se kjo është jehona për të cilën ne kemi krijuar në rolin viktim, atë që jemi bërë sklever të njëri tjetrit, ku në çdo lloj marrëdhënie qëndron frika, dhe frika është iluzion. Tjetër është një luftë që do të keni në lidhje me pushtet, dhe që të gjithë e dini, sidomos në lidhje me parat. Në këtë rast, për ju që jeni me shpirtin, bëhet fjalë të shikoni, ju ne që të gjithë punojmë. A jemi duke punuar me vlerën tonë dhe a jemi duke marrë përpjekjet që bëjmë në punë, a jemi duke u paguar me vlerën, pasi na paguajnë të tjerat. Pra jeni të vëmendshëm, apo jeni duke marrë atë që duke bërë atë që thonë, pra në këtë rast ku punoni të tjerat. Pra jeni të vëmendshëm. Ndërkohë është që të gjejmë ekuilibrin, pra na fton që të gjithë të gjejmë ekuilibrin në lidhje me a jemi duke dhënë atë që shpirti ka vlerë, pra ta gjejmë ekuilibrin e kësaj, se nëse ju vazhdoni të shkoni në një punë që ju shqetëson, sigurisht që nuk jeni në gjendje të vazhdoni, nuk ju them që të lini punën, por nëse ajo punë është që ju pëlqen, të jeni të sigurt që ju jeni në këtë ekuilibër, dhe jo vetëm që ju pëlqen, por ju jeni në gjendje që të krijoni dhe një mrekulli brenda ambientit të punës për mirësi edhe për të tjerat. Ndërkohë, nëse puna nuk ju pëlqen dhe shqetësoheni, sigurisht ju nuk jeni në ekuilibër, dhe prandaj është që të lidheni me veten tuaj me qëllim që të arrini të vlerësoni, pra të gjeni punë me atë që ju bën ju, që ju kënaq ju. Ndërkohë është tjetër është të gjeni ekuilibrin edhe në lidhje me financat e përbashkëta. Ne duhet të bëhemi shef, pra të jemi të shikojmë në lidhje me borxhet, në lidhje me faturat, në lidhje me trashëgimin, me të ardhurat tona e të tjera, pra të jemi të vëmendshëm në çdo lloj marrëdhënie që të jeni, që të jenë reciproke, të jenë në harmoni, pra të jenë ekuilibër, sepse çfarë vini re nga në këtë kohë për njerëzit që vazhdojnë akoma që nuk janë me shpirtin pra të njashëm, dhe brenda familjes, sherr për trashëgimin, sherr për parat e të tjera. Pra çfarë do të thotë? Kjo vjen sepse jemi të lënduar nga një anshmëria, edhe prandaj kjo hën, pra dhe ju, varet si jeni, ju kërkon ekuilibrin. Pra kjo është që do të hyni me qëllim që të arrini në këtë. Sikurse bëhet fjalë edhe për seksin, dhe kjo është një periudhë me të vërtetë që të zgjidhni anët tuaja, në qoftë në si jeni me seksin, dhe ndërkohë edhe me financat e përbashkëta. Tani, si çdo hën e plot,
është që ëna e plot në kërkon që të gjithve dhe që po vjen dhe sidomos do të ndjeni këto 3 ditë se po bëhet e plot, është që ju kërkon o gjithçka o asgjë. Dhe në këtë rast bëhet fjalë rezultati që do të arrini, çfarë keni arritur deri tani, bëhet fjalë për faljen dhe për minjojen. Dhe për këtë unë do t'ju ndihmoj në lidhje me si të falni, dhe bëhet fjalë që ju do të falni çdo individ, çdo person që ju keni lidhje, që ka kaluar vijën tuaj, pra që ju ka prekur, me të drejt pa të drejt ju ka prekur, dhe në këtë rast, edhe pse ndjeni të lënduar, ju do të falni. Ashtu sikurse edhe nëse keni bërë gabime me veten tuaj, ju me të tjerët, o edhe me veten tonë, përsëri ne do të falim. Ndërkohë është edhe për minjojen, dhe për këto ne do të bëjmë një listë për të cilën ju mbasi ta mbaroni, ju do ta ndiqni, sepse duke i djegur kujdes në WC, duke i djegur ju qoftë njerëzit që ju do të falni, apo që do ja u tregoj në vazhdim, apo me minjojen, kthehet në dashuri. Pra, ju filloni të merrni akoma më mirë, pra i lini gjërat dhe filloni edhe jeni të hapur në univers për më tepër dashuri ynore. Ndërkohë është e para që do të ndodhi nga ana mendore, pra ju do të uleni, do të jeni me veten tuaj, të qetë, dhe në këtë moment, pra nga ana mendore, sepse janë hijet mendore, të jini të vëmendshëm dhe të kërkoni në këtë hënë të plot, pra duke ulur, që me kë ose kushdo që të jetë, për të cilën ju ka bërë ju, ndoshta xhelos, ndoshta të mërzitur, ndoshta ju ka bezdisur, ndoshta të stresuar, të shqetësuar e të tjera. Pra në këtë rast është që ndjeni pra në përgjithësi në pakënaqësi, atëre është kushdo që të jetë, kushdo, me këdo dhe kushdo, qoftë në familje, qoftë partneri juaj, qoftë koleg, qoftë vetja juaj të tjera, jeni të vëmendshëm. Në këtë rast, çfarë do të thotë? Në qoftë se kush është personi, ti do i thuash personit që kush është ajo sjellje jo e mirë e jotja, për të cilën ty të shkaktoj bezdi, xhelozi, pakënaqësi, shqetësim, stres e tjera. Pra kush është? Pse duhet bërë kjo? Në qoftë se je në marrëdhënie dhe e ke partnerin, sigurisht ti do ta pyesësh dhe direkt. Në qoftë se e ndjen që pra e pyet dhe është e mrekullueshme, pra je e hapur. Çfarë do të thotë? E pyet që kush kanë qenë sjelljet e tua, që ai gjithmonë ose ajo varet si jeni, ju ka bërë ju që të ndjeshit e bezdisur. Dhe pse? Sepse asgjë nuk ndodh pa shkak. Për këtë keni të sigurt. Nëse ju jeni vetëm dhe nuk keni njeri, a ndodh gjë? Thjesht, a ndodh gjë? Jo. Atëre, kur ndodh me dikë, dikush thotë, po unë nuk kam faj. Ju lutem, unë nuk kam të bëj me fajsimin. Ne që të gjithë jemi të lënduar dhe që të gjithë ne nuk e dim që ne vëmgishtin këtë tjerët pa e kuptuar. Bëhet fjalë që ti po hy në bashkëbisedim dhe në këtë rast ai të tregon që kush është sjellja juaj. Dhe çfarë ndodh? Jo vetëm ai bëhet i vetëdijshëm ose ajo, varet si jeni, por edhe ti e njeh këtë mrekulli, sepse asgjë nuk ndodh pa shkak. Dhe në këtë rast, kur e njeh, pra e njeh çfarë tregon, është që ti thuash me zë, më fal, dhe fal dhe veten, fal edhe personin, për çfarë bëre, dhe kjo është një mrekulli që ti lirohesh nga hijet, është xhelozia, është pakënaqësia, është stresi, është çfarë do lloj që ju keni kaluar, mërie të tjera. Pra këto janë energji të ulta që janë hijet dhe ju njiheni, dhe kjo është një mrekulli. Dhe duke u njohur dhe duke kërkuar dhe falje, nuk ka rëndësi se çfarë pra e ka bërë personi me qëllim apo pa qëllim, ti njihesh veti dhe kjo është që të liron. Mësoni që
Tjetër është ju e dyta është nga ana emocionale. Me veten tonë, pra, kjo ishte mendore, tani emocionale me veten tonë. Mbasi pra, mbaruat këtë gjë, gjeni kohën tuaj, të uleni me veten tuaj, pra të uleni dhe kjo është edhe akrepi e kërkon këtë që të zhyteni në thellësi të shpirtit se e bën këtë, ju fton, ju sjell energjia, ju ndihmon, nëse ju jetoni me shpirtin me veten tuaj. Dhe mbasi të jeni të qetësuar, në tensioni që ju keni ose në lidhje me shqetësimin e të tjera, pra të keni arritur në relax, çfarë do të bëni? Ju do të filloni tani me veten tuaj, kush ju mërzit ju? A është zakon? A është varësi? A është situata? A është mendimi? A është ide? Pra kush ju shqetëson ju? Mbajni shënim këto gjëra. Pra mbajni në flet. Kush është zakoni, kush është varësia, kush është ideja, kush është mendimi, që situata që ju shqetëson ju, shkruajni këto gjëra. Por gjithmonë me vërtetësi, këto janë sekretet që janë vetë ne. Tani, në lidhje me dikë, por që ka të bëjmë me fëmirin ton të hershme, sepse që të gjithë, sidomos generaca ime, ne jemi të lënduar. Dhe në këtë rast është, në qoftë se ju, pra shpirti ja u sjell, mund të jetë, kush mund të ketë lënduar prindëri juaj, mund të ketë lënduar motra e tjera, apo në fëmijë, në kohën e fëmijërisë, shoku i fëmijërisë, ja u sjell shpirti, ja u sjell. Por në këtë rast, në lidhje me fëmijërinë e hershme, ne kemi shumë me familjen tonë, sepse pjesa dërmuese është në familjen tonë. Pa mohuar pastaj vazhdimi, sepse këto plag ne i vazhdojmë edhe i marrim me vete. Pra rritemi. Kjo është ju duke vazhduar këtë është të kuptoni dhe të shkruani emrat e personave për të cilën ju jeni të lënduar. Pra në listë emrat, kush është, kush do që t'jetë. Mund t'jetë nëna, mund t'jetë motra, mund t'jetë babaj, mund t'jetë gjyshja, gjyshat nuk ndodhin, po e marrë si... po e marrë në këtë rast, megjithatë të kuptoni që është duke bërë këtë listë, mund t'jetë 1, mund t'jetë 2, mund t'jetë 3, që të gjithë jeni unik. Dhe së fundi ju do të hyni në meditim. Dhe në meditim do të hyni dhe do merrni të gjithë këto persona që shkruajtët në listë, duke i marrë një nga një, merrni nënën, buzëqesh me nënën tënde. Ndjeje si ndjehesh, jepe këtë mrekullisë është nëna jonë, dhe ajo nuk e ka ditur, nuk e dinte, se kam bërë një video përpara, nuk e dinte që është e lënduar, sepse i është marrë me vete, pra ka qenë niveli ullët i afatit kohor, dhe në këtë rast krijon ndjenjë të mirë, krijoje ti, bëje ti, se e bën zemra, e bën shpirti, dhe mbi të gjitha tuaj vetes me zë të lartë, unë të falë, dhe lëre personin të udhëtoj si një fluck në ujë. Pra kjo është që ju lirojni, thjesht çdo person, bëje me zemër të hapur, buzëqeshme të merri një nga një, si ndjeu me të mirë, ndjeu, nuk ka asgjë, edhe nëse të ka lënduar, ndjeu. Dhe ndërkohë fale veten tuaj me zë të lartë, unë të falë, sepse bëhet fjalë që ne do t'i lirojmë se i kemi këto energji në trupin tonë, dhe lëre të shkoj, dhe kjo është ju lironi energjin. Ndërkohë për kalmën e vjetër, që të gjithë mbajni shënim këtë mantër dhe thueni me hënën e plot, dilni në balkon, dilni kur del dielli, pa lindur dielli, dhe tani jemi në kohën e frymëzimit se është pranverë, dhe vjen dhe koha e verës ndjeshmërisë së lartë, dhe do ta ndjeni këtë, nëse ju vazhdoni shpirtin tuaj, dhe kalma është. Pra më falni, mantra është për kalmën e vjetër. Në këtë hënë të plot, të bukur, unë falë gjithçka, të gjithë, çdo përvojë, çdo të kaluar, për të cilën ka nevojë për falje, unë i falë prerasi, universi është dashuri dhe më ka falur dhe mua,
Unë udhëhiqem nga dashuria. Dashuria më korrigjon jetën dhe me këtë realizim unë pres në paqe. Pra është një mrekulli, bëheni këtë mantër. Sigurisht ju të rrisni këtë rrisni Zotin, universin, ëngjëj, veten tuaj të lartë të tjera dhe në fund mbylleni me falënderim. Pra mbajni shënim. Për një pjesë nga ju që ju djek në zemër dhe ju vazhdoni rrugën e shpirtit, pra e ndjeni që shpirti juaj në zemrën tuaj ndjek dhe ju jeni të hapur, ju do të përdorni këtë mantër. Unë sjell dashuri, unë sjell shërim në mendimet e mia, në kujtimet e mia, në marrëdhëniet e mia, në besimet e mia, dhe unë marr mësimet e jetës dhe vazhdoj jetën, ndërkohë unë i bëj thirrje sopërzave të shpirtit tim që në këtë hënë të plot të lidhen, të integrohen dhe të lidhen përsëri në bashkim. Unë dërgoj dashuri vetes time, i dërgoj njerëzve që njoh dhe që më njohin në të gjitha drejtimet kohore dhe në këtë anë të plot unë jam e shëruar. Shkruajni ato që ju tregova në lidhje me letrën, me njerëzit dhe me po kështu që do të flas dhe me minjojen, me qëllim që të dishni. Në lidhje me minjojen, bëhet fjalë që ju të jeni, pse është minjoja? Minjoja, sa më shumë minjojës të jemi, aq më shumë ne ndjeshmëri kemi. Dhe në këtë rast, duke qenë se kemi ndjeshmëri, i mbyllet goja ego, sepse janë jetë. Pra të mos keni dyshim për atë që ju kërkoni, pra jini të minjos dhe për jastikun, edhe për gotën e ujit, pa leçar do lloj që shifni. Sigurisht shpirti e bën këtë. Kjo ka të bëjë me këtë që ju të merrni 3 gjëra, 3 vende që ju kënaqeni, 3 njerëz që ju kënaqin, 3 situata që ju keni kaluar të mrekullueshme, 3 gjëra, 3 mendime e tjera që ju kënaqin ju. Pra shkruajini këto dhe të kuptoni që mbasi ti keni shkruar këto edhe ti ndjeni, si ndjeni me këto gjëra, sepse kjo është bukuria universi është që na ndjen. Prandaj që të gjithë është që duke vazhduar këtë rrugë ju do të arrini apasapi, duke ndjekur çdo çdo të re dhe çdo të plot në bukurinë e jetës, sepse kjo është që shpirti na solli këtu për të mirën tonë, se na do më shumë se askush dhe që të gjithë jeni, pra nëse rizoroni dhe ndjeni, është jo vetëm që merrni këtë dije që është 70% shërimi juaj, por 30% janë duke përdorur këto gjëra, ju do të jeni në gjendje apasapi të arrini në bukurinë e vërtetësisë së jetës. Dhe për një pjesë nga ju është, dhe kjo është e lirë, është drejta juaj, është unë e di që jam e bekuar dhe jetoj jetën time duke e ditur këtë. Për mua kjo është video për sot dhe unë ju uroj gjithë të mirat dhe vazhdoni sepse Akrepi është me të vërtetë një shenjë jashtëzakonisht e mrekullueshme për të transformuar sidomos në lidhje me identitetin tonë që të arrim në identitetin tonë të ri, sepse shpirti jon për këtë mrekulli na solli këtu. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.